Po mënoj që në përgjithësi mënyra më e mirë për me motë qeverisjen 4 vjeçore të zotit Kurti është nëse i shohim sukseset ose mos sukseset në praktikë. Nëse shohim domethënë gjendja ekonomike është shumë më e keqe se sa që ka qenë para 4 vjete. Gjendja sociale po ashtu është më e keqe, për shkak se për ditë qytetarët e Republikës Kosovës ballafaqohen treg me çmime të larta, njëkohësisht me çmime të larta të energjisë elektrike, e në anën tjetër pagat pothuajse që kanë mbetur ato që kanë qenë ose edhe më të vogla. Edhe kjo në një farë mënyrë tregon që jeta sociale në Kosovë nuk është përmirësuar, por është keqësuar. Edhe se përket zhvillimit ekonomik, ne mund të themi që ka një zhvillim të hofshëm ekonomik në Kosovë, ndërsa e shohim që numri i papunëve është shumë i madh në Kosovë, nuk ka pas realizim të projekteve kapitale në Kosovë gjatë këtyre 4 vjetëve që kanë qenë të premtuara në fushatën e para 4 viteve. Andaj nuk e di se si e sheh kryeministri zhvillimin ekonomik e as çështjet sociale që janë më të mira se sa që kanë qenë, ndërsa ne për çdo ditë po ballafaqohemi me probleme të tilla sociale, me çmime të larta në treg, e në anën tjetër, domethënë ka fuqia vlerëse e qytetarëve të Kosovës duke u ballafaquar me çmime të larta në treg. Në parim është prezumimi i pafajësisë është parim kushtetues që derisa nuk shpallesh i fajshëm, konsiderohesh i pafajshëm. Mirë po, në rast se kthehemi mbrapa, se çka ka thënë vetëvendosja kur ka qenë opozit, po gjithmonë kanë qenë idhëtar edhe me ngulm e kanë përmend dhe mundu me ngrit që njerëzit që janë të akuzuar për vepra penale që lidhen me korrupsionin nuk duhen asnjë mënyrë të mbeten në ushtrim të funksioneve publike, e në anën tjetër kur i shohim tash praktik, domethënë e bëjnë të kundërtën. Pikërisht njerëzit që thjesht akuzohen për korrupsion ose janë në bojtje apo edhe në paraburgim, këta vazhdimisht i mbrojnë, e jo vetëm që i mbrojnë, po edhe i shpërblejnë me pozita të larta publike. Mendoj që kjo është praktikë e keqe dhe normalisht që duhet me u ndalë, për shkak se nëse ti dyshohesh që ke ushtruar ndari korruptive në një fushë caktuar e po ashtu në njëjtin ministri të jepet një funksion i lartë, mendoj që nuk është sinjal i mirë që jepet Kosovës.